Vetëm gjatë vitit të fundit, në 9 mujorin e parë të 2025-s janë sekuestruar mbi 489 armë zjarri të mbajtura pa leje. Policia thot se ka intensifikuar kontrollet në akset kombëtare, lagje dhe ambiente publike me qëllim parandalimin e incidenteve që lidhen me armbajtjen e palishme, por prania e tyre në duart e qytetarëve vijon të jetë fenomen shqetësues. Policia e shtetit ka prioritet parësor goditjen e fenomenit të armbajtjes pa leje. Në këtë aspekt, gjatë 9 mujorit të vitit 2025 janë zhvilluar 164 operacione të mirëfillta policore për goditjen e armbajtjes pa leje dhe në këtë aspekt gjatë 9 mujore janë sekuestruar 489 armë zjarri. Vlen të theksohet se gjatë operacioneve apo fal punës profesionale hetimore të specialistët policisë kriminale, fal bashkëpunimi me qytetarët, ku ke marrë informacion shumë të vlefshëm dhe ndërhyrja e menjëhershme dhe profesionale e policisë ka bërë parandalimin e ngjarjeve të mushme kriminale do kryeshin me armë zjarri nga persona që qarkullonin me armë zjarri. Është bërë mundur që gjatë 9 mujorit të parandalohen rreth 29 ngjarje që do të kryeshin me armë zjarri, pra dhe personat janë vënë pranga. Një statistikë apo një vështrim i hedhur mbi gjitha aksionet, por shikojmë në gjitha aksionet pothuajse mund të them me saksi ndoshta janë ato shifra zyrtare që mund ta japin, por ndoshta në 95% të rasteve të arrestuar apo konflikteve kemi patur një apo më shumë armë zjarri në çdo operacion të policisë që është kryer, qoftë ky edhe me objekt jo konfiskimin e armëve të zjarrit. Aktualisht në Shqipëri janë të regjistruar rreth 70.000 armë zjarri, pjesa më e madhe në pronësi të subjekteve private dhe shoqërive të sigurisë, por vlerësohet se në qarkullim mund të jenë edhe mbi 200.000 armë të paregjistruara, të cilat nuk dihet as ku ndodhen, as në duart e kujt. Pikërisht kjo është pjesa më e rrezikshme e fenomenit. Mund të jenë shumë armë në qarkullim, po jo të gjithë qytetarët që e posedojnë atë e mbajnë për një qëllim kriminal. Shifra prej 200 sa mijë armëve pa leje mendoj që mund të jetë e egzageruar, të paktën pa llogaritur armët që janë të mbetura nga 97-a, sepse shumica e shqiptare. Po, bashkë me armë, po mund të ekziston kjo shifër bashkë me këto armë, sepse mund të themi dhe shumica e shqiptarëve i kanë fshehur prej kohësh dhe ndoshta edhe vetë nuk e dinë më vendin se ku i kanë. Ka patur një traditë në shumë të prindër që kishin të fëmijë të vegjël, i mbanin larg fëmijëve dhe i vendosin në vende të fshehta dhe për shkak të zhvendosjeve, për shkak të shumë arsyeve të tjera, sot shumë armë mund të jenë në përbanesa apo në vende të caktuara, por ndoshta edhe ato që i kanë patur sot nuk e kanë informacionin më se ku mund t'i kenë fshehur ato. Nga krimi organizuar te konfliktet e momentit deri te dhuna në familje, arma është bërë pjesë e jetës së përditshme shqiptare. Të dhënat tregojnë se një pjesë e madhe e vrasjeve, përfshirë ato mes të rinjve, ndodhin pas mosmarrëveshjeve të çastit. Armët qarkullojnë lirshëm, blihen e shiten në mënyrë të palishme, shpesh përmes rrjeteve sociale, forumeve online apo kontakteve brenda grupeve kriminale. Shpesh një armë gjendet për pak qindra euro ose merret hap për një natë për të mbyllur hesapin. Por mund të themi që një armë zjarri në Shqipëri gjendet, sigurisht me një sasi parash që mendoj për aktivitetin që kryen sot krimi dhe grupet apo individ të caktuar, është lehtësisht i arritshëm. Pra, një armë zjarri të llojeve të ndryshme që qarkullojnë në Shqipëri, armë brezi që i themi, s'po hym në teknika, janë diku ke 1.000 deri në 2.500 varianti më i mirë, 2.500 euro varianti më i mirë. Pra, me 1.000 euro deri me 2.500 euro mund të marrësh dhe mund të sigurosh një armë zjarri. Këto janë dhe çmime të cilat janë konstatuar dhe nga operacionet e kryera nga policia nëpërmjet shkëmbimit të informacioneve mes grupeve gjatë kohës që këto kanë qenë në hetim dhe në përgjim nga struktura ligjvërtetuese. Gjatë vitit 2025 shumë ngjarje kriminale janë parandaluar edhe fal bashkëpunimit qytetarëve, informacionit paraprak të dhënë nga qytetarët. Jo të gjitha informacionet kanë rezultuar
100% të vërteta, por ka pasur indicie që policia e shtetit ka vlerësuar në maksimum, ka angazhuar shërbimet policore, ka angazhuar strukturat të specializuara të policisë shtetit që kanë siguruar informacion më të tejshëm, informacion më të detajuar dhe fal ndërhyrjes së specializuar të shërbimeve të policisë është bërë mundur për ndalimin e ngjarjeve kriminale dhe arrestimi i personave. Gjatë vitit 9 mujorit të vitit 2025 janë goditur disa baza që